Dua t'ju informoj që është hapur një lojë, po vjedhin fëmijë. Po, e dëgjuat mirë. Jo vetëm në Itali, por edhe në vende të tjera të botës. Çfarë po ndodh? Le ta diskutojmë sepse ky është një argument vërtet i rëndësishëm, që shumë ndoshta këtë marrin si një teori konspirative, por dua t'ju informoj që vetëm në vitin 2024 në Itali, po flas vetëm në Itali, kanë humbur rreth 11.000 fëmijë. Disa prej tyre edhe janë gjetur, por një pjesë prej tyre jo. Dhe në qoftë se keni vënë re në rrjetet sociale, duke filluar për shembull para një muaji humbën fëmijë dhe para një jave po ashtu, para pak ditësh po ashtu, dje po ashtu dhe sot edhe njëherë në për rrjetet sociale shohim nëna që janë të prekupuara dhe prindër që kërkojnë fëmijët e tyre. Dhe doja t'ju pyesja juve, pse po ndodh pikërisht në këtë periudhë? Tani, në këtë moment, çfarë po bën shteti për të ruajtur familjet? Shiko, ky është vërtet një diskutim kompleks në radhë të parë, por edhe tepër serioz, sepse tani për tani prek pak njerëz, por në qoftë se kjo do të shtohet, pra në vitet në vijim deri në vitin 2030 ose ndoshta edhe më tej. Çfarë ndodh? Sepse nuk ndodh vetëm me fëmijët e popullit të thjesht, por me kalimin e kohës, nëse këto raste intensifikohen, do të ndodh edhe me vetë ata që vendosin ligjet. Sepse sa do të fort jenë, kushdo i fort është, kur mendja e njeriut vihet në një pozitë, në këtë rast me një fjalë të jetës së keqe të rrugëve, krijohet një kaos dhe nuk merret më vesh. Në vitet 60-70, nëse mbani mend, ishte hapur një lojë e tillë. Dhe njerëzit kishin frikë, por koha ishte ndryshe atëherë, sepse jetonin në rrugë, fëmijët atëherë ishin në rrugë. Kurse sot ndodh edhe në shkolla, ndodh edhe në supermarkete. Unë do t'i tregoj një që ka ndodhur para pak ditësh, sepse është shumë e rëndësishme kjo për ta nënvizuar. Në një supermarket këtu në Itali, një rumun shkoi për të rrëmbyer fëmijën e një nëne. Dhe ky rumuni, do t'ja u them se çfarë ka ndodhur, sepse shumë nga njerëzit nuk e kanë kuptuar. Lexova shumë për këtë, pash edhe disa video, por kuptova thelbin se pse ka ndodhur. Ai teksa futej në supermarket e mori fëmijën nga duart e një nëne, por problemi ishte që nuk iku vrap, por u fut brenda supermarketit. Tani duhet kuptuar dhe gjesti, sepse përveç se është një krim të vjedhësh një fëmijë nga duart e një nëne, për më tepër, por atë që bëri ky është, lexova dhe diçka tjetër, sepse ky para pak kohësh nuk punonte, sepse duhet të dini që tani kanë ndryshuar ligjet. Nëse edhe një shtetas i huaj, me një fjalë evropian, por që jeton në Itali, nuk ka punë, është i detyruar që të largohet, sepse kanë ndryshuar ligjet. Dhe ai duke qenë pa punë, dëshiron, me fjalë, donte që të kthej në Rumani. Po si do kthej në Rumani? S'kishte si të kthej, sepse s'kishte para. Dhe çfarë bëri? Ai u fut te karabinierët dhe u tha atyre që ta merrin ta çonin në Rumani. Dhe karabinierët i thanë, shko vetë. Nejse, ky shkoi dhe për një 2-3 ditë, sepse s'kishte njeri, ndoshta i kishin larguar ata kush rrin nga vendi ku rrinte, dhe u fut në një spital. Në spital shkoi që të flinte në ato si quhen, nga ato poltronat, nuk më vjen tani në shqip, që vendosen në spital, tek karriget e spitalit. Ishte shtrir aty, nuk donte të dilte, saq që spitali u detyrua që të merrte policinë në telefon dhe shkuan dhe e morën nga aty. E mbajtën në polici. Ai ditën tjetër çfarë bëri? Shkoi që dhe rrëmbeu fëmijën. Pra, kjo të bën të kuptosh që ai e rrëmbeu fëmijën sepse kërkonte që ta merrnin brenda, ose ta kthenin në Rumani pa para, sepse s'kishte para, si do lviste pa para, kush e merrte pa para. Me një fjalë, të hipte në
tren apo ku ta di unë. Dhe ky është një rast banal për të krahasuar se çfarë njerëzish ka sot. Por po thoshja që kurse kjo që po ju tregoja në fillim, që pothuajse çdo ditë flasin për fëmijë të zhdukur, është akoma më e rëndë, sepse janë të organizuar. Për shembull, një nën sot, po e shikoja, ka ndodhur edhe të tjera tash, po sot është rasti i freskët, ndaj doja ta diskutoj me ju. Një nën shkoi vrap tek shkolla sepse kishin kërkuar që t'i rëmenin fëmijën përpara shkollës. Me furgon, njerëz që nuk njihnin ishin afruar me furgon për të rrëmbyer fëmijën. Kjo është jo vetëm e rëndë, jo vetëm krim, por është tmerr ta mendosh, sepse nuk është koha e luftës, sepse mjafton një gjë e vogël dhe njeriu ha njëri tjetrin. Kthehet çdo gjë në kaos. Dhe unë mendoj që shiko, do ju them diçka. Si e mban Kina pushtetin? E dini? Si e mban Kina pushtetin? E thjesht. Në qoftë se ti ke 5 gram lëndë narkotike, burg. Në qoftë se ti ke 10 milion, për shembull të vjedhura, ke vjedhur 10 milion, e zëm, burg. Në qoftë se ti rreh njëri keq, burg. Por në qoftë se ti vret një njeri, të vrasin në vend. Në qoftë se ti vjedh shtetin, të vrasin, pushkatim. Në qoftë se ti rrëmben një fëmijë, të vrasin, pushkatim. Pra, me këto ligje ka mbajtur Kina 1,5 miliard banor. Për disa nga ne, ndoshta këto janë ligje ekstreme, por ligjet të thjeshta, të lira për njerëzit në Evropë janë kundër vetë shtetit, kundër vetë njerëzimit, kundër çdo gjëje. Sepse është vërtet që etika njerëzore ka ndryshuar dhe perceptimi ka ndryshuar, por të dalin sot dhe të shtohen këta që kalojnë me furgona për të vjedhur fëmijë, kjo është e patolerueshme. Shiko, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, për shembull, një gjë e tillë nuk ndodh. Pse nuk ndodh? E dini pse? Sepse marrin hak vet njerëzit. Pra, edhe sikur mos jetë shteti që nuk funksionon, njerëzit marrin hak. Kurse në Itali, në vendet e tjera, për shembull evropiane të zhvilluara, nuk marrin hak, kërkojnë drejtësi, sepse janë mësuar kështu dhe duan në këtë formë. Pra duan që çdo gjë të shkojë sipas ligjit. Por atëherë në qoftë se ligji nuk është ashtu siç duhet, pra nuk funksionon ashtu siç duhet, atëherë çfarë duhet të bëjë njeriu sipas jush? Ja u them sepse kohët e fundit janë shtuar vjedhjet e fëmijëve, rrëmbimi, jo vjedhjet e fëmijëve, rrëmbimi, dhe po ndodh jo vetëm në Itali si thash, por edhe në vendet e tjera, në vendet e tjera evropiane dhe edhe në botë. Është ulur, ç'është e vërteta, në Amerikë, gjë që më përpara ishte më shumë, vitet e fundit është ulur rrëmbimi i fëmijëve, kurse në Evropë është shtuar. Pra vetëm në këto vitet e fundit, dhe këtë vit akoma më shumë. Siç u thash, në vitin 2024, vetëm në një vit në Itali humbën 11.000 fëmijë. Nuk ka nxjerr i stati të informacione për vitin 2025, por në qoftë se është në rritje, ma merr mendja që do të kenë qenë më shumë në vitin 2025. Megjithatë, tani kanë filluar akoma më keq dhe doja t'ju informoja sepse duhet të bëni kujdes. Duhet të bëni kujdes, nuk e di si do të shkojnë gjërat, por është vërtet e rëndë. Megjithatë, do dëshiroja edhe që ta shpërndani këtë video, të lini komentin tuaj, sepse kështu informohemi. Informohemi mes njëri tjetrit. Kalofshi bukur.